Në zonën e Golemit, të martës është regjistruar një konflikt fizik mes punonësit të një lokali dhe 5 pushuesve turq. Për këtë konflikt të rënd, policia bën me dije se janë arrestuar në flagrancë menaxheri i subjektit 33 vjeç dhe një punonjës 37 vjeçar, pasi dyshohet se gjatë konfliktit, për motive të dobta, kanë goditur me sendet e forta 2 turistë turq. Ndërkohë janë proceduar penalisht të gjenjet e lirë edhe banakiri dhe punonësi i sigurisë lokalit, të dyshuar se kanë goditur ata dhe kanë kanosur 3 turistë të tjerë. Policia njofton me këtë rast se janë konfliktuar fizikisht me sendet e forta, me 5 pushues turq dhe janë arrestuar 2 shtetasit dhe proceduar penalisht 2 të tjerë, punonjës në subjektin ku ndodhi konflikti. Policia thekson se në këtë rast menjëherë pas njoftimit për këtë konflikt ndërmjet disa shtetasve në një lokal të plazhit Golem, shërbimet e stacionit të policisë plazhit kanë organizuar punën dhe shkuan menjëherë në vendngjarje me qëllim identifikimin dhe nxirrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve përgjegjës. Në vim të veprimeve procedurale për rastin, janë arrestuar në flagrancë shtetasi David Kondo, 33 vjeç, dhe Eluert Qose, 37 vjeç, të 2 banues të Durrës, përkatësisht menaxher dhe punonjës në hapësirën e plazhit këtë subjekt. Për veprat penale, plagosje e rënd me dashje e kryer në bashkëpunim dhe prishje e qetësisë publike, pasi dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobta kanë goditur me sendet e forta 2 pushuesit turq. Rreth këtij rasti u referuan materialet e prokurori, ku ka nisur dhe procedimi në gjenjet e lirë për veprat penale, plagosje e rrjet me dashje e kryer në bashkëpunim dhe kanosja për shtetasit menciale ISH 48 vjeç dhe TD 49 vjeç, përkatësisht banakier dhe punonjës sigurie në këtë subjekt, pasi dyshohet se kanë goditur ata dhe kanosur 3 shtetas turq. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë Durrësit për veprime të mëtejshme.